Në fakt, Erla, nga jo çfarë konstatova me njerë sa erdha në zonën e Obotit, në hyrje të Obotit. Në fakt, duket se ka një shtim të nivelit të ujit në rrugën kryesore, e cila mëngjesin e sotëm u raportua e mbyllur për automjetet e ulta për shkak të nivelit të ujit, i cili varionte nga 30 deri në 50 cm. Tashmë të paktën ajo që mundet të vërehet në zonë është një prani uji mbi 70 cm dhe një sipërfaqe zgjeruar të asaj që ka marrë përpara uji. Në fakt, ndërsa vetmet që kanë mundur që të kalojnë sot në zonë janë forcet e ushtrisë përmes kamionëve, të cilët kanë kryer që për mbrëmjen së djeshme. Në fakt, transportimin e banorëve, si dhe po monitorojnë situatën në rast se do të ketë emergjenca. Në momentet që flasim, pranë pikës ku ndodhem unë tani në urën lidhëse me Obotin e vogël, që është rruga kryesore lidhëse që lidh Obotin me qytetin e Shkodrës, nuk ka prezencë as të ushtrisë apo të forcave të tjera, të cilat në fakt janë të gatshme në rast se do të ketë ndonjë lloj emergjence. Pra, momentalisht, mbrëmjen e sotme Oboti mund të themi që është i izoluar dhe vetmja formë që mund të hyhet është përmes varkave. Vetëm përmes varkave. Po evakuimi, ai operacioni evakuimit banorëve si përfundoi, si shkoi? Janë evakuar gjithë banorët dhe është vetëm Oboti i rrezikuar apo ka dhe fshatra të tjerë? Tani, Erla, duhet që t'jemi konqiz në këtë informacion, pasi nuk jemi në kushtet e evakuimit, pasi kemi të bëjmë vetëm me një rrugë hyrëse në fshatin Obot që është e blokuar, ndërsa kemi prani ujit vetëm në Oborre dhe në disa fusha. Nuk kemi të bëjmë me situatë emergjente me prani ujit në banesa apo me situatët të tilla. Aktualisht, të paktën në momentet që flasim, situata nuk është aq emergjente, ndërsa se takon Kaskadës është e vetmja hidrocentrali Vaut Des, i cila është afër pikës kritike. Në njoftimin e fundit që kemi pasur nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, kemi qenë në kuotën e 75 metrave, nga 76 që është pika akuqe, pika kritike, e cila do të lejonte menjëherë hapjen pa kontroll të dyreve të portës hidrocentralit. Por në raportimin e fundit, nga ky hidrocentral, është raportuar për një shkarkim në nivelin e 1600 m3 në sekond dhe besoj në këto momente që flasim, pavarësisht se nuk ka shumë intensitet të rreshish, duhet kemi një rritje të këtyre shkarkimeve, pasi është reflektuar në nivelin e ujit si në rrugën hyrëse të fshatit Obot, por dhe në sipërfaqen, e cila tashmë mund ta quajmë edhe pse është tercier me sy të lirë, që është rritur sipërfaqja e mbuluar nga uji. Mirë, të falenderoj shumë Teodor, shumë faleminderit. Me Lorida Amanin, kolegen e Durrësit, nuk lidhemi dot sepse ka një problem linja, gjithsesi ajo ndodhej në zonën e Kënetës apo të Shkënetës me një çift banorësh të cilët kishin dalë nga shtëpia, me sa më kishte raportuar më parë, dhe të cilët ishin pa energji elektrike, kishin ulur automatin e banesës tyre, sepse frika ishte e madhe që mund kishte shkëndi në kabinën elektrike. Kjo ishte dhe arsyeja pse kishin dalë jashtë, por me sa Lorida arriti të thoshte, askush nuk i kishte ardhur në ndihmë. Dhe për këtë do kemi mundësi të pyesim edhe ministrin Piro Vëngu, kur ta kemi në një lidhje direkte pas pak, sepse siç tha edhe Algerti nga Vlora, i ndodhej në urën e Mifolit, meqense Vjosa ka rrezik të dalë nga shtrati. Zoti Cara, po e nis me ju.